po mandej martesa ndryshon situatën, shkak se ti kur të lind fëmijë, sidomos kam të drejtën të flas si non, domethënë mandej madje jo vetëm ne, po domethënë me një farë studimi ku ku marr pjesën edhe me një konferencë botnore në Amerika, dal një rekomandim me çato që i kanë bëu ato hulumtimet e tyre, se 70% në botë i mojnë martesat fëmijët, e sidomos në Kosovë që për fatin e mirë, është edhe ajo mendësia, domethënë që je martu që aty do të me përfundu deri në fund. Për fatin e mirë, pse kohëve të fundit kjo është ka goditet shumë, këtë drejtim familja për arsye se rritja e shkullëzimeve, unë e kuptoj fuqizimi gruson jam për të fuqizu, sepse vetë konsideroj që kom arrit gjitha objektivat e mia që kom pas në jetën profesionale, mirë po megjithatë mendoj që familja është shenjtëri. Edhe kështu që ti nëse ke hip për hatër, ose nëse ti ke hip për një dashuri që ka qenë një kimi mes një diferencë në moshë, në momentin kur vinë fëmijat, përgjegjësia prindrore është shumë e madhe dhe shpeshherë do të me sakrifiku edhe për fëmijë. Domethënë sepse ata janë edhe kuptimi jetës tonë. Këto po foli para juve burrave se kom të drejtë se nanonat kur je non, domethënë është qendra e botës çdo fëmiu, edhe pavarësisht nëse ke marrë një burr të vjetër edhe një periudhë kohore janë proceset biologjike që ai domethënë do të lodhet, do të plaket, nuk do të plotësoj nevojat ndoshta të gruas sa duhet, megjithatë duhet sakrifikohet për çat familje që ndërtu fillim mirë deri në fund. Po mendimi është pak e pa drejtë që në